ndodhemi është kjo e sotshme. Kur me ç'duket, deri sot pritej që ka një lojë, po do dali këtu, nuk do dali as dikundi. Ata sot mendojnë se nuk hyjnë në zgjedhje. Kjo është situata. Të gjithë që janë këtu janë bashkë dhe nuk do hyjnë në zgjedhje. Tani? Rodina, shiko, ka një problem domethënë në këtë panel se zotrinjt janë aktor politik kurse unë jam gazetar, por megjithatë gjithsesi domethënë do menaxhohet pjesa më tej. Ideja është kjo, në qoftë se kjo që ka bërë opozita sot, pra kjo lëvizje që ka bërë opozita sot, që është e paralajmëruar me çështjen e mandateve etj, do ishte një strategji pushteti, ajo do ishte një gjë e gabuar, do ishte një gjë e dënueshme, sipas çdo lloj logjike duke e parë nga këndi i interesit publik. Por mua nuk më duket kështu, me të drejtën. Më duket që kjo lëvizje e opozitës, pra kjo që ka bërë opozita, është pavarësisht se është një akt ekstrem, të themi pra që nga djegja e mandateve dhe sot mos pjesëmarrja në zgjedhje me kushtet që ka vendosur opozita, është një akt për mendimin tim në interes të opinionit publik. Pse? Sepse këtu ka gjithë këto vite, do të thënë që sa ka që nga në the 6 dhe këtej, pra që zgjedhjet kanë qenë vazhdimisht kontestuara, pra historia e zgjedhjeve është një histori lëngate në Shqipëri. Pra çdo këtu sa herë që bën zgjedhje ka njëra palë kundërshton tjetrën dhe ne kemi parë mirë se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet. Dhe ka ardhur gjithnjë duke u degraduar kjo histori, sa në zgjedhjet e fundit, u futën kriminal në 2013, tani u fut blerja e votës etj. Pra ka shkuar në një nivel të atill që çështja e zgjedhjeve kërkon një zgjidhje përfundimtare dhe jo zgjidhje siç na thuhet rregull ta mbaroj. Se unë nuk po lexoj kjo marrëveshje e koalicionit qeveritar. Zgjidhje përfundimtare, Rudina. Ka zgjidhje. Tu ka thjesht zgjidhje përfundimtare. Kjo, shiko, opozita sot po kërkon rregullat e lojës. Pra kjo nuk po thot opozita sot që ne duam të vinë në pushtet, po kërkon rregulla loje, sepse nuk mund të vazhdohet mes, nuk mund të dot që po si është loja, do të thuash ti mua që unë vite këtë emisioni, po s'do drejtosh ti. Mund të ma thuash ti mua këtë? Ta shpjegoj unë, pra nuk është kjo do drejtosh ti. Ti mund të ftohesh në emision. Dhe ti më thej, i ke të gjithë palët njësoj, po do vi. Falë të shpjegoj. Ashtu që kuptoj unë. Po mund të vi me ty? Dgjoj, ashtu që kuptoj unë, situata nuk është kështu. Nuk po thon opozita që nuk vi me ty. Opozita po i thotë që hajde futemi në mënyrë neutrale në zgjedhje, hajde futemi në mënyrë barabartë në zgjedhje. Rama mund të jetë kandidat për kryeminist, se këta nuk e thonë që Rama tiki nga kryetari i Partisë Socialiste. Por zgjidhja gjysmake që u bën në 2017 ishte një zgjidhje që rezultoi zgjidhje e pavlefshme. E bërë për zotin Basha. Po pra, ishte zgjidhje gjysmake, e kupton, ishte zgjidhje që u morën disa ministri etj, por nuk doli që nga përgjimet ai zotëria ti me Niçen e Shijakut ka vidhur votat. I ka marrë u përgjua nga gjermanët një band e trafikut ndërkombëtar të drogës, ajo blinte vota për këtë, për qeverinë. Do ministri Brendshëm s'dinte gjë. Dhe ishte i PD-s. Po ministri i Brendshëm ishte pa vlerë, s'kishte as i pushtet. Na do ta di ministri i Brendshëm ishte pa pushtet, Gjermania përgjon një grup kriminal. Ç'është? Unë jam gazetar, Rudina, dhe ti je gazetare. Ministri i Brendshëm s'kishte as i pushtet. Ishte kot ai. Po pse e morën kur e dini që ishte kot? Ishte zgjidhje pa vlerë. Ishte gabim. Gabim. Po mirë, keni do pak frikë që mund të jetë gabim prap kjo. Meqense atë gabim e bëri Basha. Mos ky Basha është prap gabim. Rudina, a mund ta mbaroj të lutem? Ka një problem. Pra çfarë po kërkohet? Nuk mundemi dot të vazhdojmë që kjo histori degradon, pra pushteti përdor gjithë infrastrukturën e pushtetit, paratë e pushtetit, ble vota, merr dhe kriminal, dhe opozita tani çfarë do të bëjë? Duhet merret me zgjedhje, duhet me programin, me këtë, apo të merret të ruaj zgjedhje, të merret me të ruaj kriminalët, të ruaj këto. Ku do të shkojë parat Rama, parat e drogës dhe të kriminalitetit? Qeveria ndihmon kushte neutrale. Çfarë po kërkon opozita? Po kërkon zgjedhje në kushte neutrale. Dhe në mënyrë çfarë, sepse kjo qeveri po impakton zgjedhjet, impakton reformën në drejtësi, pak më tej, ne me gazetarë, unë s'mund ta pranoj dot, që ne po bëjmë reformën në drejtësi dhe burri i kryetarës së Komisionit Sigurisë Kombëtare shkelet kushtetuta, bëhet prokuror me shkelje kushtetuta, madje s'do ketë as veting. Dhe tu sot asnjëri asnjë gjë. Pra si do ta zgjidhim këtë gjë? Pra prokuroria është departamenti i Partisë Socialiste. KNP-ja është departament tjetër i Minepezës atje më tanë i PS-s, atëre çfarë zgjidhje ka? Si do shkojë në zgjedhje kjo opozitë? Të shkojë si Ciapi tek Kasapi dhe të shkojë kot, sepse kjo opozitë pas, nëse do kishte strategji pushteti, pra unë po flas nga një kënd i jashtëm. Nëse do kishte strategji pushteti, sondazhet serioze këtë opozitë të bashkuar, këta që janë sot këtu edhe të tjerë, i nxjerr shumicë. Dhe këta ndoshta mund të futeshin, mund të merrnin edhe këta ca kriminal me vete dhe mund të bëheshin një band atje, përplasje bandash dhe mund të fitonte banda e këtyre. Po kjo është zgjidhja.
Do vritej kush do Mund të vazhdoj kjo histori. Mund të vazhdoj me kjo histori. Po jo pra, mund të mbledhin banda dhe kamë. Sigurisht mund të mbledhin këta banda, çfarë? Patjetër gjeni këta banda. Po patjetër. Po zoti Ndoka. Keni banda ju. Patjetër më që mund të gjende, banda kanë Shqipëri sa duash, mund të marrin edhe këta. Mund të përsedet vin banda. Vetë po. Ndoshta atëherë ato shohin që s'keni profesion të shtetit që s'po vin. Ta mbaroj. Pyetja që kam unë për zotrinë që janë këtu në studio është kjo. Tani, çështja është kjo, që kjo është një lëvizje për në interes të opinionit publik për të zgjidhur çështjen e zgjedhjeve. Problemi nga ana tjetër është kjo. Shtetet Bashkuara të Amerikës, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe zoti Palmer pra, që jemi në Shqipëri, Bashkimi Evropian, të gjithë këta nuk janë me opozitën, pra janë qartazi kundra opozitës në këtë rast. Dhe thonë që inkurajojnë hapur partitë e reja opozitare që të futen në zgjedhje dhe Bashkimi Evropian? Bashkimi Evropian, po kam dëgjuar zotin Soreka që përfaqëson Bashkimin Evropian. Komisionin Evropian të Shqipërisë. Në punës burokratik i Bashkimit Evropian në Tiranë. Shiko, nuk kemi Nuk del dot nga lagja e Tiranës. Nuk ka shumë. Bashkimi Evropian është gjë tjetër. Shiko, zoti Gjata. Flas Merkeli me Macronin, flasin për Bashkimin Evropian. Shiko, edhe me edhe përfaqësuesit. Ku është vllautini digjë? Dakor, bëri të reformën drejtësi lëng, ndryshoi kushtetutën. Ku është Evropa është mbështet. Një minutë. Ku është vllautini më thuaj? 1.600.000 euro vil me korrupsion, 800.000 euro ka bler vllautini. Po binën se mori me vete ajo. 800.000 euro që mori me vete Rudin ajo dhe tër horra që kishte pas. 800.000 euro. Me prova. Kush janë? Ku i mori? Ku i ka? 10 vila rreth e rrotull kanë bërë 750-800.000 euro. Vetëm tek pulla ajo vil 1.600.000 euro. Pse nuk e akuzoni ju? Pse nuk e akuzoni? Nuk është jurisdiksioni shqiptar. Tani, unë po them, një sekond. Unë po them, mos më thuaj që Bashkimi Evropian në mbështet juve. Jo, nuk thash se na mbështet neve. Por ti themi gjërat siç janë. O Berri, një sekond. Dua një përgjigje nga zoti Shehi për këtë. Jo, dakor, vetëm kaq dua të them. Vetëm kaq dua të them. Vite që merret me këtë gjë. Absolutisht po. Unë dua të them vetëm kaq. A jeni dakord që gjuha e tyre në puncat Berri. A të them dy llafe apo do më ashtu? Vetëm dy fjalë. Patjetër që e kemi zotin Sheh, nuk e diskutoj edhe unë i hap rrugën. Vetëm dy fjalë do të them. Patjetër. Duhet bëjmë një dallim drejt që e mori se nuk jemi vitin 91, as 97 me operacionin si quaj ai me Valicki në Alba që ishte. Jemi në një situatë tjetër, janë antar të NATO-s, jemi me status, jemi me shumë jemi. Pra, kërkojmë të hapen negociatat, pra jemi në kushte tjera. Dhe unë as ti qoftë personalisht jemi si në vitin 91, kemi tjetër t'ja pazon për Evropën e për ndërkombëtarët e për gjitha. Jo çdo gjë që fluturon hahet. Tani, që janë ambasador këtu, për shembull, konsiderohen në punës burokratik të BE-s të tjerë në Tiranë, që nuk e kaloi lagjin e Tiranës. BE-ja nuk është thjesht një ambasador në Tiranë, është gjë tjetër. Pra ne po të themte, po tjetë sa për ambasador, sa kanë shku e kanë ardhë ambasador këtu, që sot as din ku janë dhe po t'i pyes, po mërë kam qenë dikur në Shqipëri. Dhe unë po them, ku është vllautini që bëri tërat kushtetut, tërat rëmujtu, ka pun tjetër, a ka folë më për Shqipërinë, jo po kush Marisa Lino. Sekond tani po flas me Bertin. A ka folë gjë vllautini, a mban ai përgjegjësi që kemi një vit pa gjykatë kushtetuese si pasojë reformës së saj? E me një drejtësi shkatruar me një prokurit kapur nga Rama si pasojë ndërhyrjes së saj. Shiko, problemi që ndron, ne mund të bëjmë propagandë sa Prandaj, i dashur Berdi, në puncat burokratik të Europës të Tiranë, dakord. Unë jam gazetar dhe po them, unë i parashtrova faktet që opozita ka të drejtë në këtë që po bën. Po departamenti edhe integrimi që është bllokuar që harrova ta thoja. Por problemi që ndron këtu, unë nga kontaktet që ju thoni keni kundër bashkimin e nuk ka mbështetje ndërkombëtare. Nuk keni mbështetje ndërkombëtare, kjo është e qartë. Departamenti i shtetit me dy raportet e tij. Njëherë, këtë punë mbështetje ndërkombëtare unë do ndaje në 3 komponente. Këtu ka 3 elemente, sipas meje. Njëherë është kjo e para që ndërkombëtarët për hir të agjendës vetë politike që kanë në Shqipëri, edhe jo vetëm Shqipëri, por në gjithë Ballkanin, edhe Ballkanin jug perëndimor, Ballkani që është i pa stabilizuar, i pa integruar në Komisionin Evropian, në Komunitetin Evropian, sigurisht që kanë një politikë të vetëm, bashkë me Shtetet e Bashkuara, në cilën predominon teza e stabilitetit në kundërshtim me atë të demokracisë. Vendet tona janë quajtur demokraci të hibride, të ndërmjetme, hibride, veja emrin si dush, në cilën ka shumë më tepër rëndësi që të ketë paqe, mos ketë sherrë civile, aq më tepër në një zonë në cilën edhe komunitet nacionalizmi është i fortë, është, si të thush,
është transversal, sepse kalon nga këtu në Maqedoni, në Kosovë, Serbi, kudo kemi influenca tjetër, është gjykuar nga ato që është më e rëndësishme. Për mendimin tim është gjykuar nga megjithatë kjo është politika zyrtare. Kjo është elementi i parë që të gjithë ambasadat këtu, komuniteti ndërkombëtar, normalisht ka për partner qeverinë. Nëse gjashën dolën kundër Berishës, i voti zgjedhjet, i dolën kundër. Nëse gjashën absolutisht. Vetëm media ka pas kundër amerikanët, njësoj si sot. Jemi aktorë të kësaj historie. Jemi gjithë, këpëtoni, nuk i dolën kundër, por për motive tjera, jo se u vodhën zgjedhjet, me thënë të drejtë. Përsa kohë që këtu kishte stabilitet, ditën që filloi të bëhet rrëmuj, ditën që filloi rrëmuja e Shqipërisë, u tentu për të eksportuar në Kosovë, ndërhyn të ujtë. Kjo është realiteti, po deshemi i kthehemi me detaje 30 vjet, 20 e sa vjet përpara. Tash kjo është historia e Ballkanit, është e dhimbshme, është e vujtshme, por ato të tjerët mendojnë që këtu është më e rëndësishëm stabiliteti se sa demokracia në i farme delikatesat, po i quajmë demokratike si që quajnë ato për te. Dhe kjo është kaq e sigurt, dhe kaq e qetë, sa që edhe kur u vran 4 vetë në bulevard, është kjo ajo. Edhe kur ishe Berisha, ky njeriu e anatemuam sot nga kjo shumicë socialiste që është sot, ndërkombëtarët thanë që ky është një burr shteti. Nuk thanë asnjë gjë tjetër. U mbyll me qetësi drejt shejtan, pse? Dominoi teza e qetësisë. Pavarësisht sepse kurba e pushtetit do vite duke rënë dukesh. Domethënë kjo është teza e parë. Ndërkombëtarët tuke ne predominojnë me idenë që duhet mbrapa parë stabilitet edhe me kostot e cungimit të demokracisë, që neve s'na vjen mirë se ne jetojmë në rrezik. Kjo është e para. Që është kundër situatës që jemi ne sot. Megjithëse zotëria thotë që kundërshtarët